Shumë kompani në Kosovë nuk kanë problem të ofrojnë produkte për të përmbushur kërkesat e konsumatorëve, por kanë problem të gjejnë njerëz të realizojnë ato kërkesa. Sipas Kushtrim Ajvazit, nga shoqata e prodhuesve të Kosovës, mungesa e punëtorëve po ndikon edhe në kapacitetet prodhuese. Zotri Ajvazi, si është situata në fabrikat e Kosovës sot, sa i mungojnë punëtorët prodhuesve vendor? Po situata shihet vazhdimisht që ka konkurse në sektorin e prodhimit, ka lëvizje shumë të madhe të numrit të punësuesve në sektorin e prodhimit. Përveç që ka mungesë, nuk po ka edhe stabilitet e punëtorëve në për vendet e punës, dhe kjo është një sfidë shumë e madhe në sektorin prodhues. Sepse sektori prodhues po investon në trajnime, në avancime në staf, dhe vjen një moment ku ki kërkesë për me prodhu një produkt, po ki mungesë të stafit për me vazhdu me prodhu atë produkt. A keni idensë çfarë lloj stafi ju mungon më shumë, inxhinier? Kryesisht problemi më i madh të sektori i prodhimit janë sektori i mirëmbajtjes. Ashtu quhen, tuk përfshin tani edhe sektori i inxhinierët, mirëmbajtësit e makinerive, salduste e profesionet e tjera që ndërlidhen direkt me aktivitetin ditor të punës. Ky është një problem bukur i madh në sektorin prodhues, sepse fatkeqësisht ne ende s'kemi arrit me kriju kapacitete të mira edhe të bollshme që me mujt me mbulu me stafin e brendshëm, mësë me pas nevojë me ardhë prej jashtit import të stafit për lëshimin e makinerive në prodhim. Edhe pse ka dorën zemër në këtë drejtim, ka avancim nga sektori prodhues, sepse kanë kaluar tash 25 vite, gjeneratat e reja po janë pak më aktive. Mirë po ka lëvizje të stafit, që kjo është pak shqetësuese, ka jo qëndrueshmëri të punësimit. A ka ndonjë rast që prodhuesit hezitojnë të zgjerohen ose të rrisin kapacitetet prodhuese për shkak të mungesës fuqisë punëtore? Kjo është evidente sot. Pra, me çdo prodhues që bisedon, fakt pjesëve të parë çka i ka dhënë me him prodhim apo pa vetë që s'ka punëtor. Është pak problematike kjo punë, s'po du me kriju përshtypje që është keq situata, po është shqetësim shumë i madh që reflekton vazhdimisht në çdo takim që kemi në sektorin prodhues. Ta marrim një shembull situatën e pandemisë kur ka qenë, ka pas kompani që s'kan mujt me lëshu linjat prodhim për shkak që s'ka mujt me ardh stafi i mirëmbajtjes makinerive për shkak të kufizimeve që kanë qenë në lëvizjen si rezultati i pandemisë, stafit të njerëzve nga shtetet të ndryshme, edhe është ky procesi i prodhimit ashtu për 1 ose 2 vite. Në situatë normale, nëse kish pas një situatë ku shteti në bashkëpunim edhe me biznesit, sepse duhet me thonë edhe këtu kontribut edhe vetë biznesit, me u kriju një lloj sistemi e arsimit dual, ku prej fillimit ti e përgatit një staf për me ka një punësu në kompani, qysh nga shkolla mesme ndoshta. Jo, sepse na kemi vazhdimisht konkurse, ku hapen, vjen njeri me diplom, kur den praktik, me fillu me punu, ne jemi do thonë për investimin milionëshe. Tash në një situatë të tillë, na është dash me marrim shembuj nga ata të punësuar, se si me zhvillu sa ma letë procesin e punës, shpeshherë ndodhe kundërta. Apo rritet kosto e prodhimit si pasojë e mungesës të fuqisë punëtore, si e shihni këtë aspekt? Po, realisht kostoja e punës është në vazhdimisht në rritje. Nëse në analizojmë na vetëm sektorin prodhues në Kosovë, janë rreth 47.500 të punësuar në sektorin prodhues, që në nivelin e tërësishëm dikun e përbrenda 12-13% të punësimit në Kosovë. Tash, efektet e vendimeve të qeverisë për pagën minimale kanë ndiku në mënyrë zinxhirore që të ketë rritje të kostës së punës, po përveç asaj, me qenë se një pjesë e konsiderueshme e sektorit prodhues ka fillu me depërtu në tregun e jashtëm, ata i kanë parapri vetë rritjes së pagave. Edhe kjo është shumë e mirë. Po tash dorën zemër sektori prodhues e ka një specifik pak më ndryshe se sektor tjetër.
Kryesisht sektori produs punon me orë pune. Te na mentaliteti i punësimit është me pak fikse. Na dojmë me punu, pa marrë parasysh sa orë punojmë me në muajt, na dojmë një farforme pakën fikse me pas të garantume. Edhe më mendoj që na duhet me ndryshu strategjinë e qasjes, sikur që është në shtetet e Bashkimit Evropian, të gjithë dojnë sa e kam orën e punës, nuk thojnë sa e kam pagën. Në një farforme paguan edhe më shumë? Mund paguan edhe më shumë, po nëse analizojmë tash me sektor tjerë, sektori i prodhimit në krahasu me nivelin e pagës mesatare në Kosovë, qëndron rreth 90% si mesatare e pagës mesatare e ka pagën në sektorit të prodhimit. Është e kënaqshme jo, mendoj që duhet me vazhdu me urrit hala më shumë. Mirë po duhet me përmend edhe një fakt që te prodhimi për dallim kur bëhen krahasimet e pagave, po flasim sipas statistikave zyrtare, zakonisht në prodhim nuk ka kompani që nuk ja paguon ushqimin punëtorëve. Nuk e ka transportin, nuk e ka edhe transportin e paguar, edhe shpenzimet e tjera, të cilat në mënyrë direkte nuk lidhen me pagën, po janë shpenzimet e kompanisë që lidhen direkt me punësimin, që do të thotë paga mesatare, jam i bindur, nëse analizon në shpërndarje të kosteve pak ma në detalje, del mbi pagën mesatare në Kosovë. Do të thonë rreth 700 euro sipas mendimit tim duhet të jetë paga mesatare e sektorit produs në Kosovë. Mungesa e politikave strategjike shtetërore, emigracioni dhe mungesa e efikasitetit në sistemin arsimor po dalin të jenë faktorët kryesor për të pasur një qëndrueshmëri punësimi e prodhimi. Çka mendoni, është emigrimi një ndër ata indikator për ikjen e punëtorëve ose mungesën e tyre, apo edhe politikat e pagave bizneseve, me qenë se po flasim për paga? Tash e para, sepse produs, po të përmenda më herët, janë me kategorinë e punëtorëve teknik, inxhinier, edhe punëtorë të tjerë, të cilët po lëvizin shumë lehtë. Edhe këtu emigrimi ka luajtur rol, sidomos mas liberalizimit të vizave, shihet, sepse ka kërkesë të madhe të punëtorëve në Bashkimin Evropian, sidomos në Gjermani. Shumë lehtë lëvizin, sepse s'kemi ndërtu hala politika të qëndrueshme në vendin tonë. Kemi politika jo favorizuese sidomos për sektorin produs. Na e dim që sektori produs në numër të madh të punësuesve i ka domethënë krah, vajzat e krah. Nëse analizojmë ligjin për lejonat, unë mendoj që nuk është i favorshëm në aspekt me sa ju lejohet barra biznesit në raport me ata që ka jep shteti. Biznesi duhet paguaj 70% e pagës bazë 6 muaj, ndërsa shteti paguan vetëm 3 muaj dikun pagën mesatare nëse nuk gaboj. Që është barë bukur e madhe tani kjo për biznesin, sepse nëse një punësues shkon në pushim të lejonis 9 muaj ose edhe 1 vjet, duhet më punësua një punëtor tjetër, që do të thonë është dyfish kosta për kompaninë. Unë e shoh që kohën e fundit shumë kompani flasin që po dojmë me digitalizu, me automatizu procesin e prodhimit sa ma shumë, me zvoglu numrin e të punëtorëve në kuptimin jo si punësun, po me rrit efektivitetin në prodhim, sepse historikisht është dëshmuar që digitalizimi që ka kriju vende të reja ma shumë punës, se jo që ka largu vende nga puna. Po detyrimisht tregu ka me detyru që sektori produsës ka shkon ka robotizmi, edhe duhet me pas nivel pak ma të avancuar të punësuesve në këtë sektor. Në qoftë se nuk zgjendet një zgjidhje për mungesën e punëtorëve, apo duket që po kalojmë në një treg konsumator, jo në një vend produs, si e shihni si çështje? Jo dorën zemër, tash bizneset produse që kanë fillu me importu punëtor nga jashtë. Për çuj termin import, realisht me marrë punëtor nga shtetet të ndryshme. Sepse po dalin sipas danave, domethënë një prej arsyeve kryesore pse po merren ata punëtorë janë mungesa e fuqisë punëtore në vendin tonë. Kryesisht në si sektor teknik salldues, domethënë kategorisë të tënde, mirëmbajtës e tjera janë tuar për shteteve
krejt botës thuaj. Sa hasin vështirësi në edhe kjo është edhe legjislacionit të Kosovës. Edhe kjo është një problem në veti, që më besoj që në këtë situatë shteti duhet me ndërhy, me ndihmu bizneseve që kur ka situata të tilla dhe ka nevojë për rritje të punësimit, të lehtohen procedurat. Paktën të thjeshtohen sa më shumë procedurat në mënyrë që mos të ketë nevojë një punëtor me prit deri në 8 muaj ose 9 muaj ose edhe 1 vjet derisa të përgatitet dokumentacioni, sepse lëviz treku, 1 vjet nuk pret kërkush ty me prit me fillu punën. Si e shihni çështjen e GDP-s, sa ndikon në GDP-n e Kosovës, jo vetëm prodhimit, po të Kosovës, sa ndikon ikja e një punëtorit për shembull ose mungesa e fuqisë punëtore. Në bazë të disa të dhanave të cilat i kemi përpunu në raport me GDP-n, një punëtor i prodhimit realisht kontribon rreth 28.500 euro në nivel vjetor në vendin tonë. Që do të thotë çdo ikje punëtorëve në sektorin ose zvoglimi i numrit punëtorëve në sektorin e prodhimit nuk nënkupton vetëm zvoglim e punëtorëve për kompaninë, po nënkupton edhe zvoglim i rritjes reale të GDP-s në vendin tonë. Prandaj, unë besoj që duhet me pas politika më favorizuese në sektorin e prodhimit, sepse shpesh po thojnë ju prodhimi vazhdimisht është po kërkoni për shtetit. Jo më edhe na po dojmë edhe donën. Na po kërkojmë thjeshtim të procedurave, në mënyrë që na si prodhim të rritemi, të ndikojmë më shumë në raportin e GDP-s të vendit tonë, të zëvendësojmë produktet e importit, dolim ma konkurent në treg, edhe në tregun e jashtëm. Sepse nëse unë djera realisht mora një shkresë për një prej kompanive, ku jam të ofertu ta vazhdimisht në eksport. Po me çmimet që po ofertoj, po më thojnë në falni, po si jem konkurent. Dhe shpse që jemi konkurent, janë faktorët e rritjes kostove. Përveç kostove, të cilat shpesh po na ndodhin edhe kosto të pa planifikuara në kompanitë prodhuese, që është sektori që është prek bukur shumë, edhe është sektori më shumti që është prek nga dalja në tregun e lirë të energjisë elektrike. Nëse analizojnë, do vonë ka pas kompani ku deri në 40% e pjesëmarrjes të gjitha kosteve operative ka bërë pjesë energjia elektrike. Edhe s'ka mujt me vazhduar edhe as me prodhu më. Prandaj, në një farë forme kur s'ka stabilitet dhe planifikim edhe një strategji të mirëfillt për sektorin prodhues në vend, na kemi problem edhe me bë planifikim të mirë të çmimeve, sepse kur ti ki planifikim vetëm nga kufizimi i çmimeve të importit, nga landa e parë e importit, në farë forme i ki elementet që ti mundesh let me i kalkulu. Mirë po, kur ti s'ki siguri të lëvizjeve të shpenzimeve, se si po të lëvizin shpenzimet operative në kompani, pa planifikim del një vendim, bum, rritet kosteja 200%. Qa kime bati aty? Nuk është me bën si mungesë e politikave strategjike. Tash, realisht, ky është qëllimi që duhet me pas edhe shteti. Me pas bashkëpunim sa më shumë në sektorin prodhues, me i ndihmu edhe me lehtësu procedurat në mënyrë që sektori prodhues të paktën atë pengesën ku du ta ketë ndihmën e shtetit, mos ta mendoj si pengesë, po ta krijoj si proces i cili e ka edhe ajo kohën e vet që duhet me marrë për me u zgjidh, po të paktën ta ketë një fund. Sepse nuk mund të vazhdoj vazhdimisht niset një proces, mbetet në gjysmë, vlet dikush tjetër, thotë jo se ka bërë mirë, për fillojmë nga prej fillimit, ajo është kosto për kompanitë. A ka diçka që të nështu? Jo, s'kam diçka tjetër për nështu, përveç se me ju bë apel, sikur që ju bëj gjithë apel, me konsumu sa më shumë prodhime vendore, sepse janë cilësore, janë nivelet të lartë, këto nuk e tham unë, e thojnë rezultatet e testeve për institucionit edhe më të larta, edhe kredibile që janë jo vetëm në vendin tonë, po edhe jashtë. Po të njëjtën kohë ju bëj apel edhe të prodhuesve në këtë rast që të përgatiten për lëvizjet e stafit, sepse kjo situatë është të ndodhë, po ndodhë çdo ditë. Nëse i shohmi domethënë statistikat me një pozitet njëjtë, ka luhatje shumë të madhe të punësimit. Kjo është një shqetësim shumë i madh. Duhet me bërë diçka.
shteti duhet me bërë diçka. Sepse nëse e lanë në situatë të tillë, gjithë prodhimi ka me gjetë veten. Po gjatë rrugës, pa u dëmtu diçka është e pamundur. E ndoshta tani kur vjen puna me gjetë tregun, koha është e tillë që sot tregu s'ekziston. Edhe pse ti ke kryer të gjitha procedurat. Është për fakti mirë që duhet me u përmend, sepse është përfundu një proces bukur i mirë në udhën ekonomike të Kosovës, njohja e certifikatave të origjinës që ndihmon procesin e prodhimit me u njoft produktet e tyre kudo në botë barabart me cilin do produkt të cili do shtet në botë. Është ndarësimi në QS1 ku produktet barkodet krijojnë siguri më të madhe të ushqimit, edhe je prap nëse ti e gjen një klient në rrjetet zinxhirore evropiane, shumë lehtë mundesh me depërtu, s'kena nevojë me shku me marrë për shtete tjera kode, po e kemi barkodin e Kosovës tash me Republic of Kosovo që është njohur ndërkombëtarisht. Ma në farë forme po bëhet një punë e mirë këna, nuk është që s'është bë kur gjë hiç s'mundna me thonë, po duhet me bë, s'duhet më ndal me një vend, duhet me vazhdu me bë hala më shumë, në mënyrë që paktën kompanitë prodhuese ta ndijnë veten shlirë, sepse janë kontribues në këtë vend. Janë kontribues edhe me taksime edhe me punësim. Shumë faleminderit. Faleminderit.